vite bashkë edhe kështu, do të thënë, mirëmëngjes, natën e mirë, edhe kur ishte Edhe të kur kemi zënë, qenë larg, edhe të mërzitur. edhe të mërzitur. Dhe duket se atë që nuk e bëri kur asnjë gjë, duket se në periudhën e Covidit, në mos gaboj, ka Po, pasur. periudha e Covidit ishte periudha që na ndau, sepse ishte shumë e vështirë, edhe madje djali i tij më thoshte që i gjeta më vonë, i gjeta babit, sepse ai ishte në Maqedoni, dhe i gjeta në një kalendar që shënonte iku dhe një ditë, dhe që gjithmonë llogariste ato sa ishte koha e ndalimit, se s'na kishte ndonjëherë që t'ishim aq larg njëri tjetrit. Karantina, se u mbyllën kufit. Po, u mbyllën dhe po kishte edhe një problem, se po të vije, ata nuk të lejonin të shkoje në shtëpi, po duhet shkoje do të thonë, të karantinoheshe, duhet të ishte hotele, e njëjta gjë që po të rinte këtu, bas asaj dhe ta zëmdorinim një javë bashkë, dhe po të shkonte atje do ndodhte e njëjta gjë. Kështu që pranuam gjithmonë me mendimin që kjo periudhë do mbaroj shumë shpejt. E kur erdhi, kemi bërë një shëtitje aty ku kemi shtëpinë, edhe bëm edhe një foto e thash më në fund, edhe e postova, madje më në fund thash u takuam. Pastaj kemi bërë edhe bashkë intervistë. Kemi bërë në atë periudhë. Po. Në periudhën edhe në kohën e Covidit, ku ne ishim bashkë, po pastaj edhe më vonë. Më vonë vjen një moment, të thash do ta kaloj me shpejtësi, dashuria juaj dihet. Ju të dy themeluat një shtëpi botuese ndër më të suksesshmet tani, kam parasysh atë momentin që keni vënë atë tullën e parë, është ajo foto dhe ashtu e ndërtuat të dy bashkë, e nisët me shumë emra dashuri. Ta në një shishe, e mbushur me vaj, kështu kishim lexuar që nuk prishej ajo, edhe e vum ke themelet, kur po ndërtohej shtypshkronja pastaj te april. E kuptoj. Kur erdhi momenti i smundjes, si ishte momenti që u smur, në mos gaboj, ka patur një periudhë në spital, çfarë ndodhi? Po, ishin disa ditë, ishte shumë e shpejtë dhe nuk ja priste mendja as njeriu, siç ishte në kohën e Covidit që kalonin shumë shpejt gjërat. Normal komunikonin me mesazhe, vetëm ditën e parë. Më morin telefon, edhe asnjëherë s'ja kisha dëgjuar atë zë. Aq i lodhur, dhe që më tha nuk jam fare mirë dhe më kanë shtruar në spital. I thash mirë mos u lodh, e di sepse i thash po më ka thënë për të birin. Dhe pastaj disa mesazhe me zemra si je, të nesër mëngjes më shkroi jam më mirë, mendova se do vdisja, po jam më mirë, më duket se shpëtova. Dhe pastaj thash pak fjalë në mesazhe, po më bëri përshtypje diçka se kur i shkruante gjërat, do të nuk përtonte t'i vinte depresje. Ishte një mesazh i çuditshëm që kishte depresje brenda. Kur i shoh, se s'kam dhe shumë zemër të fortë që t'i shikoj ato. Dhe pastaj 2 ditë që hersi që unë komunikoja me fëmijët e tij ato 2 ditë. Dhe duket si një ëndër e keqe kjo periudha e Covidit, është e habitshme. Dhe atë ditë që unë vendosa unë do shkoj pavarësisht më lënë në spital, se e ndjeva që po ndodhte diçka. Edhe po pija kafe me mbesën, madje po më dridheshin edhe duart për të pyetur doktorin, edhe i thashun merre shkruaje ti mjekut, edhe menjëherë ajo nuk kalon asnjë minutë dhe ajo vetëm bërtet. Qa ka ndodhur, s'ka mundësi, qa ka ndodhur, edhe ishim te pjesa e zyrës time, e dëgjoj dhe zyra tjetër, ne kishim bërë listën, sapo kishim bërë gati për panajirin e librit, gjithçka, edhe i thash vajzave, kaq ishte, ka ndodhur kjo gjë, shkoni dhe ju qetësoni, i thash, u mundova ta qetësoj veten, të lajmëroj miqt më të afërt, njerëzit e familjes, time këtu, dhe që pastaj do të thënë ai është varrosur më një herë, dhe unë nuk e kam parë, nuk i kam shkuar as ke vari, edhe se asnjëherë nuk mund ta mendoj që gjitha i burr mund ta zejë një diplom vend. Kështu që gjithçka ndjesi që kam grumbulluar, qoftë dhe në filozofinë e jetës, e vdekjes, e ndarjes e gjërave, i kam përmbledhur dhe i kam shkruar ke poema e mungesit dhe them sa mirë njerëzit që
e duan artin, njerëzit që e praktikojnë artin, sepse arti të ndihmon jashtë mase për shlirimin e energjisë negative. Edhe sikur ai të duket sikur është i rënd ajo që ke shkruar. Ndihmon shumë, është katarsis arti. Patjetër është katarsis arti, por dhimbja është njësoj për gjithë njerëzit, si ata që kanë ndjeshmëri artistike, si ata që si ata që janë të kultivuar me lecimin, ne jemi njerëz. Do të thënë, te goditja, kur rrëzohemi, gjurin e vrasim gjithë njësoj. Patjetër. Apo jo. Problemi është si ngrihesh, edhe se si ti më vonë kuron plagët e tua. Unë do të di atë momentin e parë se ma the kështu, mbesa, qetësova vajza, tani Rita ku ishte në këtë mes, me Ritën. Mendoj që ka qenë një shok i madh. Isha e ullur ulla në tavolinën time dhe syri më zë, me cep të syrit, shikoj, kishim botuar sapo kishte dalë libri Robin Sharmës, që ne diskutonim gjithmonë me Latifin, madje ai na e propozoi dhe në titullin e tij ishte kush do të qaj për mua para se të vdes. Ishte një gjë e çuditshme që më ngelën syt aty. Më ngelën, do me të unë ngriva dhe vetëm shikoj atë, kush do të qaj për mua para se të vdes, ishte shumë e habishme. Ti nuk e pe dot, nuk qëndrova afër, se të tilla ishin rreth. Mbase dhe ajo mund të jetë shumë e rëndë, po dhe ajo mbase dhe të ndihmon, sepse ti bën atë filmin tënd me kokën tënde. E kuptoj. Bën si thosh, ke imazhet e tua të tjera. E qartë, fëmijët e ti kanë qenë aty. Patjetër, gjithë familja. Çfarë thon, si kanë qenë momentet e tij të fundit? Shikon, nuk kanë qenë sepse ishte kohë Covidi, as kërkush nuk pa asgjë, nuk të lejoje të shikoje. Dhe unë mendoj që atëre kam bërë dhe një mesazh se është tjetër kur ti, mua më ka ikur mami, babi, dhe kam qenë atje. Ju kam mbajtur dorën. Ndërsa në këtë rast nuk të lejohej. Prandaj ishte shumë e tmerrshme koha e Covidit. Njerëzit e familjes mbyllnin syt pa pasur njeri aty afër. E kuptoj. Kjo është tragjikja e kohës së Covidit. E vërtet dhe shumë njerëz e kanë thënë, sidomos me prindër të moshuar, ne kemi parë se është lehtësim shumë i madh. Absolutisht, kur ti e shikon të paktën e shikon njeriu e dashur. Do të mbetem pak te ky momenti i zis, dakor, shoku i parë, goditja e parë, se cili e përpunon në mënyrën e tij. Të thashë kemi ca tradita dhe shqiptarët që janë të respektueshme. Por nuk e di ti si ishe këto. Si shoh për tjerët apo për vete? Për veten time, shikoj, ne kishim një marrëdhënie që ishte një herë jashtë çdo gjëje që kishte të bënte me një çift, me një burrë e grua të martuar. Do të thonë, jeta që bëm ne, ishte më shumë jetë shpirtërore që na mbante lidhur në një familje se sa ishin tradicioni. Kështu që edhe përjetimi mbas asaj, ose zbatimi gjithë këtyre rregullave nuk kishin të bënin fare me mua. E qartë. Nuk kishin fare të bënin. Po edhe sikur të bënin, unë kam një edukim nga familja që i kisha nga mami dhe nga babi, që në atë kohë, edhe mami dhe babi ishin kundër kësaj zisë së gjatë dhe zisë së përjetshme. Dhe mami thoshte, qoftë kur i vdiqe jo, mami vetë, edhe gjyshja nga ana e babit, thoshte, unë nuk do i të meroj vajzat e mia të më shohin gjithkohon mua me të zeza. Do t'i mbaj 40 ditë dhe do t'i heq. Dhe të me thënë, ajo është fat, unë them gjithmonë, familja është fat. Si të edukojnë. Na kanë edukuar që është fat i madh në jetë që prindi të hiki përpara fëmijës, sepse është logjike. E qartë. Është logjike dhe është tjetër ajo drama, ajo tragjedi që mund të ndodhi në shpirtin e një prindi po t'i hiki fëmia. Dhe nuk mund të krahasohet me hikjen e prindërve qoftë edhe të partnerit, sepse quhet që ti ke arritur një moshë që e ke mbyllur në një farë mënyre atë ciklin jetësor. Pra njeriu varet se si jo vetëm është edukuar me vite, po edhe mund të ndryshojë dhe të filloj të përpunoj ato elemente në kokën e vet që të mendoj që të gjej dhe justifikime gjithmonë, ai iku i bukur, ai iku i fuqishëm, nuk e donte smundjen. I ke mbajtur të zezat? Asnjë ditë. Asnjë ditë. As për maman, as për babain.
Dhe as për Latifin nuk i kam veshur as një ditë. Rrobat e zeza. Dhe nuk as jam marrë fare, jo, jam veshur normal,